Trupa gjykuese e gjykatës së posaçme ka vendosur të lërë në fuqi dy masat e sigurisë ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, pezullimi i ushtrimit të detyrës dhe funksionit dhe ndalimi i daljes jashtë vendit në kuadër të hetimeve për shkelje të barazisë në tendera. Balluku paraqit në gjykatën e posaçme rreth orës 9 të kësaj të shtune, ku qëndroi për rreth 45 minuta. Seanca u ndërprer për 2 orë pasi mbrojtja kërkoi kohë të njëjë me dosjen. Pas më shumë se 3 orësh zëvendës kryeministrja Balluku ka dalë nga gjykata e posaçme, ndërsa u largua e shoqëruar nga këshilltari i saj, Florion Seriani, dhe nuk dha asnjë koment për mediat. Pas Ballukut, ambientet e SPAK i lanë edhe vartësit e saj, Eral Delezi dhe Gentian Gjyli, të cilët janë me arrest shtëpie. GKK ka vendosur 2 ditë më parë pezullimin nga detyra të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke argumentuar se ajo së bashku me 2 drejtorët e rrugëve dhe keshit mund të prishin ose asgjësojnë provat. Pashtu gjykata vendosi dhe masën ndalim për dalje jashtë vendit për Ballukun, që ndryshe nga e para është masë shtrënguese. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK në datën 31 tetor komunikoi zyrtarisht se ka ngritur akuzë ndaj ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Një ditë më parë, qeveria dërgoi në gjykatën kushtetuese kërkesën e saj kundër vendimit të gjykatës së posaçme për pezullimin nga detyra të zëvendës kryeministres Belinda Balluku.